ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Le të jetë për jush një grup që urdhrojnë për të mirë, ndalojnë nga e keqja, që ftojnë njerëzit në rrugën e mirë. Këta janë të shpëtuarit. Allahu i lartësuar në këtë ajet ja ka bërë detyrë muslimanëve që një grup prej tyre të merren vetëm me urdhërimin për të mirë, ndalimin nga e keqja dhe thirrjen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këta njerëz do të shpëtojnë, pasi veprat që kryen ata janë vepra shumë të rëndësishme, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, thirrja në rrugën e Allahut të lartësuar. Ata përhapin dijen, përhapin dritën e Allahut subhanahu wa taala. Bëhen shkak që të udhëzohen njerëzit në rrugën e Allahut të lartësuar, që njerëzit shpëtojnë nga humbja, shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit, ta fitojnë xhenetin, të arrijnë të mirën në dynjë dhe në ahiret. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i ka lavdëruar duke thënë, këta janë shpëtimtarët, këta janë fitimtarët. Po kjo nuk do të thotë që muslimanët e tjerë që nuk do merren vetëm me davet, vetëm me thirrje, nuk e kanë detyrë të thrasin në rrugën e Allahut. Jo, përkundrazi. Çdo musliman e ka detyrë të thrasë në rrugën e Allahut. E ka detyrë që të urdhërojë për të mirë dhe ndalojë nga e keqja, po secili sipas mundësisë dhe në pozicionin ku është. Ndërsa për të marrë vetëm me këtë punë, thirrjen, urdhërimin për të mirë, ndalimin nga e keqja, e kanë detyrë vetëm një pjesë e muslimanëve dhe jo të gjithë. Një pjesë aq sa mjafton me fjalë për ta kryer këtë punë. Nëse nuk ka njerëz që urdhërojnë për të mirë, që ndalojnë nga e keqja, që këshillojnë njerëzit, përhapet fesadi edhe mes muslimanëve. Imagjinoni një familje që nuk shqetëson kur, thotë kur kjo është haram. Duhet zbatojmë detyrat, të urdhërojmë të zbatojmë urdhrat e fesë. Nuk ndalon njëri nga e keqja. Çfarë ndodh me këtë familje? Avash, fillojnë dobësohen fe. Fillojnë dobësohen, avash. Shumë kanë qenë me shami gratë, kanë qenë me shami të madhe, fillojnë të vishën me ishall. Vetëm ushta, fillojnë të lyhen kur dalin, dhe se më në fund vajzat dalin pa shami fare. Fillon plas muzika, shohin lloj telenovela, filma, hapin kanale televizive, dobësohen nga namazi, edhe me kalimin e viteve dobësohet në fe familja. Se s'ka njëri për shembull familje që urdhëron për të mirën, që ndalon nga keqja, që thras në rrugën e Allahut, që përhap dijen. Po kështu dhe xhamati. Fillon të dobësohet. Mund ndodh domethënë nëse xhamati ka qenë 2 rresha për sabah, avash dobësohet, bëhet një rresht, avash. Mund ndodh nëse që vjen vetëm pleqë në xhami, se ndodh në sa xhami, në sa vende. Po pse? Sepse s'ka njerëz që urdhërojnë për të mirën, ndalojnë nga e keqja. Mund ndodh që as hoxha, as xhamati nuk urdhërojnë për të mirën, nuk ndalojnë nga e keqja. Mahet hutbja vetëm në mënyrë rituale, gjithçka rutinë. Edhe muhabetet kur ulen për kafene, për mezhlise, krejt janë muhabete tjera, politika, lajmet, muhabetet e dynjos, absolutisht e kanë, nuk duan të bësh muhabet feje fare. Jo, dobësi, çfarë është kjo? S'ka njerëz që urdhërojnë për të mirën, ndalojnë nga e keqja, që këshillojnë. Kështu ngjallet ummeti. Pastaj Allahu i lartësuar thotë: "Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dhe mos u bëhuni si thtarët e librit, të cilët u përçan dhe u bën në grupe të ndryshme.
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Dhe në mesin e tyre lindën kundërshtime në bazat e fesë, mbasi ju erdhën argumentet e qarta nga Allahu, pra kishin të qartë të vërtetën. Po ulaika lahum adhabun adhim. Këta kanë dënim shumë të rëndë tek Allahu. Allahu na e ka ndaluar në këtë ajet Kuranit që të ndahemi në grupe. Secilit i pëlqen interpretimi i vet, i pëlqen sekti i vet, i pëlqen grupi i vet. Secilit i pëlqen, domethënë ajo shkolla e interpretimit që ka, dhe bëhet fanatik pas mendimit vet, dhe lindjen dhe përçarjet dhe kundërshtimet në çështjet e fesë. Këta njerëz do kenë dënim të madh. Allahu ka dënuar përçarje. Ka urdhëruar në Kur'an që të kapemi për të vërtetën, që të bashkohemi në ndjekje të vërtetës, se bashkim pa ndjekje të vërtetën nuk ka. Dhe nga ana tjetër e ka ndaluar që të përçahemi, siç u përçan thtarët e librit, që u bën në grupe, u bën sekte. Lindën mes tyre kundërshtime. Kundërshtimi është dënim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. El jama'atu rahma wal furqatu adhab. Kanë thënë hadith, bashkimi është mëshirë, ndërsa përçarja është dënim. Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka njoftuar në hadith se jehudit dhe krishterët u përçan. Që futët jehudit u përçan në 71 grupe, ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam, hadith Muawiyes, hadith Enesit e tjerë. Krishterët u përçan në 72 grupe. Për 71 që futët, 70 grupe për nxjarrjen e xhehenemit, vetëm njëri për tyre do të shpëtojë, për atyre që kanë qenë para dërgimit profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe krishterët u përçan në 72 grupe. 71 për nxjarrjen e xhehenemit, vetëm një do të qenë grup i shpëtuar, por flitet për grupin që ka qenë para dërgimit profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ummet, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do përçahet në 73 grupe. 72 grupe për nxjarr, vetëm një për xhenet. Vetëm një është grupi i shpëtuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith e para njëherë ka paralajmëruar që do ketë përçarje, do rindin sektet, interpretimet e këqija. Kështu që ata që thonë se gjithë janë hak, gjithë muslimanët, nuk ka devijime, s'ka sekte, s'ka bidate, janë kundërshtim me profetin. Ka sekte, ka bidate, ka devijime, kanë lindë që nga fundi i periudhës sahabëve dhe vazhdon të ketë devijime dhe sekte në umetin islam. Kështu që profeti ka thonë që e ka përmendur që do lindin përçarje dhe e ka përmendur si paralajmërim që të ruhemi nga sektet, të ruhemi nga bidatet. Edhe profeti kur e pyetën sahabët i thanë, cili është grupi i shpëtuar, ka thënë është grupi që është në rrugën time dhe të shokëve të mi. Sipas një varianti tjetër, ka thënë wahi el jamaa, grupi i shpëtuar është xhamati. Pra që ndjek Kur'anin, ndjek Sunetin, janë bashkuar në ndjekjen e këtyre dy burimeve të fesë. Allahu shpëlblet me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.